Unë jam shumë i sigurt që në momentin që konstituohet kuvendi, brenda atij afati do ta kemi qeverinë Kurti 3. Sa herë që ne kemi pas dallime në mendime, në qasje me partnerët tanë ndërkombëtar, kjo është lidh vetëm me një temë, vetëm me Serbinë. Na po e presim vendimin përfundimtar me 30 shtator, kështu është paralajmëruar nga gjykata kushtetuese, duhet të bëhet konstituim ose të konstatohet konstituimi nga gjykata kushtetuese, pastaj ne kemi 15 ditëshin tonë, edhe unë jam shumë i sigurt që në momentin që konstituohet kuvendi, brenda atij afati do ta kemi qeverinë Kurti 3. Sa herë që ne kemi pas dallime në mendime, në qasje me partnerët tanë ndërkombëtar, kjo është lidh vetëm me një temë, vetëm me Serbinë, me asgjë tjetër. Dhe me kërkesat specifike të një regjimi atje që dita ditës po bëhet edhe më autokratik e diktatorial në raport me qytetarët e vet.